Kjo ndërprerje e kampionatit ka shërbyer për mirë për ekipin e Vllaznisë apo ndoshta erdhi momenti i dur sepse skuadra pa kalon në formë? Po, e vërtet që ishim në formë të mirë, po na ka nimu sepse kena pas do kohë me pushu pak, po jena stërvit mirë, krejt janë formë, janë të kthyer edhe lojtarë të rëndësishme për rendimit. Edhe jena përgatitur shumë mirë dhe jena gati për ndeshjen me Partizanin nesër. Nga ana personale, ju jeni okay, i plot, për të dhënë më të mirë në fushën e lojës nga ana fizike? Unë jam krejt në rregull. Jam krejt në rregull, i ndihem mirë, stërvitjet po shkojnë mirë, edhe jam gati për lojën nesër, si janë krejt lojtarët e ekipit. Sepse kam parasysh një prononcim të Rudi Vatës, një emër i njohur i futbollit shqiptar, i cili pikërisht për ju kishte shumë simpati, por theksonte që nuk e shikoi Muratin e përpara një muaji, ka pak probleme. Po normal që dëmtimi bën vetën, po kam me stërvitjet që bëjmë, kam pas mundësi me kap ritmin që kam pas në fillim të kampionatit. Edhe ndihem mirë edhe jam gati për ndeshjen nesër, si thash krejt lojtarët janë gati fizikisht edhe mentalisht me marrë vetëm 3 pikë nesër edhe të vazhdojmë. Çfarë kundërshtari është? Partizani normal që është një ekip i mirë me shumë cilësi, po më duket duhet me pa veten më shumë, edhe po jena krejt motivuar si që jena gjithmonë, se nuk e shoh problem me marrë 3 pikë. Don pak muaj në Shqipëri në kampionatin shqiptar. Një mendim për nivelin e kampionatit. Mendoj që ka rivalitet dhe është një kampionat i fortë? Normal, më pëlqen shumë kampionati, sepse janë s'ka si ekip të lehtë, si me thonë, krejt janë ekipet mira me cilësi edhe për çdo javë janë ndeshje të vështira, po kjo më pëlqen sepse ka rivalitet edhe çdo ndeshje është e fortë. Don sa të shohim mungesat në stafin drejtues. Po normal që na mungon mungesa e trajnerit, sepse kjo na motivon për çdo ndeshje, na motivon edhe po prapë jena të motivuar krejt, e dim që mungesa e trajnerit ka me na bu pak dam, po jena gati me fitu këtë ndeshje edhe me marrë 3 pikë. Si është këshilla e tij për këtë? Këshilla e tij si gjithmonë është me fitu, me dhënë maksimumin edhe me vazhdu. Nga kontingjenti lojtarëve do të ketë mungesa? Se besoj, krejt janë gati për me lujt nesër edhe jena të kompletuar. Do të rikthehet në Bismarck? Bismarcku atu stërvit mirë, po e gjen formën e vet, edhe e presim edhe Bismarckun nesër t'jetë gati. Vllaznia e parë në renditje, por kë mendoni që janë rivalet kryesor të skuadrës shqiptare në kampionat? Po si thash pars, krejt janë ekipet forta, rivalet, s'di që me thonë, janë ekipet shumë forta në kampionat edhe çdo ndeshje është e vështirë. Sa i përket trajnerit, Ergi Borshi ka treguar që ka forca dhe ka njohuri ta drejtojë me sukses skuadrën dhe ka pasur shanse edhe me Borshin në skuadra. Po trajneri Borshi është i trajner me shumë i mirë, që din çfarë stili të lojë kena edhe na motivon edhe trajneri Borshi. Edhe jena gati si për trajnerin, si për Prof Edin edhe për Borshin t'japim 100% edhe për tifos Shkodran t'japim 100% edhe fitojmë. Po e përjetoni këtë eksperiencë parë tek Vllaznia. I kënaqem me pritjen dhe me ambientin që është një tjetër? Shumë i kënaqem sepse djemtë më kanë mirëprit shumë mirë edhe i falenderoj. Jam ndje shumë rahat që në fillim edhe jam ndje shumë mirë që në fillim. Si në qytet këtu në Shkodër që më pëlqen edhe me ekipin, edhe me tifos të krejt. Shi Vllaznisë një trampolin ndoshta për një emër më të madh jashtë Shqipërisë në të ardhmen? Po për momentin unë jam i fokusuar me Vllaznin, t'jap 100% për këtë klub të bukur edhe jam me menje vetëm këtu te Vllaznia. Vllaznia ka pasur vazhdimisht tifozët me veten në çdo stadium jashtë Shkodrës. Edhe nesër pritet një tifozëri e zjarrt shkodrane. Sa vlerësonin mbështetjen e tyre? Po tifozat janë një mbështetje shumë të madhe për ne, na motivojnë, na japin këtë shtesë me vrapu edhe më shumë
me animu ekipin ma shumë, edhe e di që kam me pas shumë tifoza nesër, edhe jena gati për me dhënë maksimum për të tifozat që kena. Dhe i bindur që Vllaznia kthehet në fitore nga Tirana? Po ne do japim maksimumin, edhe besoj që kur japim maksimumin është e vështirë me na ra, edhe besoj besoj që do fitojmë nesër. Vetëm 3 pikë janë të rëndësishme nesër, edhe të vazhdojmë. Para konferencës jashtë kamerave, sigur premtohet edhe një gol, e kishte dëshirë ta shenonit në stadiumin Arena Demave në kryeqytet. Po dëshira është sigurisht, po më e rëndësishme është fitojmë këtë ndeshje. S'ka problem kush e bën golin, veç ta fitojmë edhe të vazhdojmë. Faleminderit, i do suksese. Faleminderit.